jam Ornela Radovicka, drejtori i Qendrën Albanologjike për Agbreshët në Frasnitë dhe vim për herë të parë këtu për të festuar ditëlindjen e Gjergj Kastriotit Skënderbej në datën 6. Jam shumë emocionuar sepse këtu me veten time sjell edhe një pjesë të arbërisë, të atyre arbëreshëve, të cilët 600 vjet nuk harruan dhe mbajtën Gjergj Kastriotin në çdo shesh të tyre. Çfarë do thotë ju për juve figura e Skënderbeut? Gjergj Kastrioti Skënderbej nuk mund ta paraqesim si një figurë sepse ai është dimensional dhe duke qenë gjërat dimensionale janë gjërat kozmike, universale dhe për mua Gjergj Kastrioti Skënderbej mbi të gjitha është heroi ynë legjendar, kombëtar. Ai luftoi për një flamur, për një kombë. Ideja që ai ka luftuar me flamurin kuqezi, do të thotë dhe meriton që është, si thua, legjendari ynë, heroi ynë dhe kjo nuk duhet harruar kurrë. Si vlerësoni organizimin e këtij manifestimi me rastin e ditëlindjes Skënderbeut? A janë të nevojshme që të bëhet edhe tradicionale? Sensibilizimi për Gjergj Kastriotin Skënderbej më duket pak e çuditur sepse ne duhet jemi të sensibilizuar për hir të veprës së tij të madhe. Kështu që duke mos arritur të kuptojmë që atë çka bën Gjergj Kastrioti Skënderbej do të thotë që ne nuk dim historinë tonë, do të thotë që ne nuk jemi shqiptar, do të thotë në të njëjtën kohë që ne duke qenë në territoret shqiptare nuk dim të vlerësojmë atë që për 25 vjet ordit turke nuk i la edhe në Europë. Gjergj Kastrioti nuk është vetëm i yni, por i përket dhe Europës. A mund ta bëjmë tradicionale këtë lloj manifestimi që të vinë nga të gjithë trojet shqiptare, siç e përmendët edhe nga Kalabria e Sicilia? Lezhë i lidh përse në atë 1468-ën, ku ai u varros këtu, por edhe lidhja e Lezhës. Kështu që Skënderbeu ishte e lidhur dy herë. Ishte e lidhur kur ishte me jetën, ishte e lidhur në vazhdimsinë e tij me vdekjen, por edhe me përjetësinë.